Në këtë video do flas për gjërat në natyrë, dëshirën dhe modelet. Këto janë 3 fenomene të cilat janë të lidhura ngushtë në matematikën dhe do e shohim se matematika nuk është vetëm për të zgjedhur detyra dhe probleme, por është një mënyrë shumë e mirë për të menduar dhe krijuar. Në këtë tokë ku jetojmë, ne gjendemi të rrethuar nga gjërat, bimët dhe kafshët, shkëmbinjt dhe pemët, yjet në qiell dhe rëra në plazh. Dhe ne i numërojmë këto gjëra. Ne numërojmë kur ne kemi nevojë të dimë a kemi mjaftueshëm ose kur dëshirojmë të krahasojmë. Sot ne numërojmë pas një problem sepse ekzistojnë kalkulatorët, por besoj se jeni kundërshtar ta dini se para kalkulatorit si jetuan njerëzit. Sipas shkrimeve dhe burimeve historike, pse njerëzit filluan të numërojmë ishte koha. Para mendo se si fiset para historike i kanë planifikuar takimet. Ata shumë muaj përpara kanë filluar të numërojnë ditët deri te dita e takimit. Por me zhvillimin e matematikës, tani ne ruajmë data të ndryshme të rëndësishme të jetës sonë, i caktojmë takimet pa problem, bëjmë planifikime se sa dhe ku do i shpenzojmë parat e të tjera. Të gjitha këto mendime apo dëshira na mundson fusha e matematikës që quhet aritmetika. Me këtë dua të them se ne të gjithë lindim me matematikë, se fëmijët tonë të gjithë kanë numëruar nga fëmijëria. Ju kujtohet besoj secili prej ne si fëmijë jemi matur secili po e mban frymën më gjatë dhe aty kemi numëruar, ose kur i kemi ndarë mëlsirat, ato i kemi numëruar. Të gjitha këto i kemi bërë me dëshirë dhe si lojra. Pra, gjërat e natyrës janë ato që njerëzit kanë filluar t'i numërojmë, por i bëjmë kur kemi dëshirë. I numërojmë gjërat që ne kemi dëshirë. Cili do qoftë qëllimi apo arsyetimi, ne e gjejmë her pas here veten duke numëruar. Pra, këtu fillon aritmetika me gjërat dhe dëshirën. Këto janë 2 shkaktarët pse ne kemi filluar të numërojmë. Nëse nuk kishin ekzistuar gjërat dhe dëshira për të numëruar, ne nuk kishim çka të numërojmë. Kur kemi të bëjmë me gjërat apo objektet, unë mendoj se pothuajse të gjithë njerëzit mund të perceptojnë 3 deri në 4 gjëra pa pasur nevojë për t'i numëruar. Ndërsa kur bëhen 6 e më shumë, atëherë është pak më e vështirë për t'i numëruar. Kjo ndodh sepse ne jemi pak më të mirë në modele ose forma. Sipas studimeve, truri ynë është mjaft i mirë të ruaj modelet apo informacionet. Këtu kemi 2 shembuj me 6 gur, ku te shembulli i parë janë gurët në mënyrë të parregullt janë shpërndarë, edhe te figura e parë pra nuk janë të renditura dhe është pak më e vështirë për t'i perceptuar se sa te figura e dytë, e cila është më e renditur dhe është më lehtë për t'i përcaktuar se sa janë. Gjithashtu kjo na mëson se gjërat në jetë, por edhe në zgjidhjen e problemeve matematikore duhet të organizohen dhe renditen për t'i zgjedhur më lehtë dhe më shpejt. Dhe këtu e kuptojmë se matematika nuk është vetëm një shkencë, por është edhe një art. Një çështje tjetër është se ka gjëra që nuk numërohen. Për shembull, një gotë qumësht apo një gotë ujë i kemi emërtuar si një sasi dhe llogaritet si një masë, ose një gjatësia e një ndërtese nuk ka si të numërohet. Këtu fillon të zhvillohet aritmetika dhe në videot e tjera të ardhshme ju do të mësoni më shumë për sasinë, masën, lartësinë e të tjera.